Horoskopi ditor, e diel, 24 maj 2026. Dashi. Dashi dashur, je më pak i interesuar për anën materiale ose praktike të botës tënde sot dhe tregon një interes të veçantë për dimensionet shpirtërore ose emocionale të jetës tënde. Bota e imagjinatës tënde, ose e artit apo misterit, ka më shumë tërheqje për shkak të tranziteve që përfshin Neptunin në shenjën tënde sot. Mund të ndihesh i shtyrë të ndash një vizion ose ide me dikë që të intereson, ose të shkruash për ëndrat dhe perceptimet e tua. Cilësitë e tua më të mira dhe forca e brendshme duket se shkëlqejnë që të tjerët t'i shohin sot. Ngrohtësia dhe dëmshuria jote janë të dukshme, por sjellja jote është disi e ftohtë tani, ndoshta sepse shpesh je i humbur në mendime. Kjo është një kohë e mirë për t'u riangazhuar në studime ose në një projekt që e ke lënë të papërfunduar. Po bashkëvepron me imagjinat dhe talent unik. Demi. Sot është një ditë e fortë për biznesin, si dhe për shumicën e gjërave private, emocionale ose prapa skenave, i dashur Dem. Je i prirur të ecësh me rrjedhën dhe të shijosh procesin. Mund të duash të veprosh sipas një dëshire të thellë ose një ëndre, dhe mund të kesh sukses në ndërmarrjen e veprimeve për një çështje private. Ndihma ndaj të tjerëve mund të jetë veçanërisht e kënaqshme edhe tani. Meqense intuita dhe imagjinata jote janë më të mprehta, mund të duash të plotësosh një projekt ekzistues me detaje dhe detaje të sofistikuara. Koha private është e dobishme sot, edhe pse je shumë i orientuar drejt përfundimit të punës. Nëse ke një ndjenjë, ndoshta është e saktë, veçanërisht nëse lidhet me çështjet e biznesit dhe të parave sot. Një formë çlirimi nga presionet e fundit mund të vijë tani. Ke qasje të lehtë në mendjen tënde në ndërgjegjeshme dhe botën tënde të brendshme sot. Durimi mund të jetë madje i kënaqshëm tani dhe mund të ndihesh mjaft i përkushtuar ndaj një projekti të caktuar. Binjakët. Dëshira juaj për më shumë pavarësi dhe spontanitet është e fortë këto ditë, të dashur binjak. Me diellin dhe Merkurin në shenjën tuaj, në harmoni me Neptunin, mendja dhe zemra juaj po hapen ndaj mundësive të reja. Këto tranzite inkurajojnë shikimin e gjërave dhe njerëzve për bukurinë e tyre dhe jo për të metat e tyre. Ëndrat dhe idealet marrin një rëndësi të veçantë për ju sot dhe ndihma ndaj të tjerëve mund të jetë shpërblyese. Cilësitë më të qeta dhe të pëlqyeshme të natyrës suaj theksohen tani dhe ato i tërheqin të tjerët drejt jush. Mund të ndiheni mjaft të mbështetur dhe pozitiv për fatin tuaj në jetë dhe për drejtimin e jetës suaj. Mund të jepni këshilla të shkëlqyera sot, ose mund të frymëzoni ose të frymëzoheni nga miqt dhe lidhjet. Mund të shijoni një ndjenjë paqeje sot, por edhe një dëshirë për të vepruar sipas ëndrave dhe idealeve tuaja, ndërsa po ndërtoni besimin tuaj në këto gjëra. Me më shumë besim vjen më shumë durim, pasi keni ndjesinë se gjërat do të bien në vendin e tyre. Si e tillë, arritja e ëndrave dhe qëllimeve tuaja të lumturisë duket shumë më e arritshme. Gaforia. Tranzitet e sotme inkurajojnë relaksimin, tërheqjen dhe imagjinatën, i dashur gafore. Ana krijuese e projekteve tuaja është më tërheqëse se zakonisht dhe ju jeni veçanërisht të mirë në të parë magjinë në ndjekjet tuaja ose në sjelljen e magjisë në sipërmarrjet tuaja. Të tjerët mund të drejtohen tek ju për pikpamjen tuaj unike ose prekjen krijuese. Mund të kërkoni të ndërmerrni veprime për një ëndër, një çështje private ose një ndjenjë bamirësie dhe mund të jeni mjaft të suksesshëm në bërjen e ndryshimeve të nevojshme. Mund të ketë mbështetje të fortë nga prapaskenat ose nga një burim i papritur. Ndjenjat e ngrohta për një çështje sekrete ose private janë të mundshme. Imagjinata juaj tenton t'ju çojë në vendet e duhura sot. Kreativiteti juaj mund të jetë i dukshëm në një farë mënyre, talenti i veçantë që ju dallon nga turma është edhe më i dukshëm dhe i përforcuar. Mendja juaj për çështjet praktike është e fortë, por gjithashtu po mbështeteni shumë në mençuri dhe intuit. Luani. Je në një pozicion të shkëlqyer me miqt, qëllimet, të mësuarit dhe lidhjet sot, i dashur Luan. Po ndërton një besim më të thellë në miqësitë tua dhe mund të duhet të falësh ose të kapërcesh një pengesë dhe të rilidhesh me dikë përpara se të ndihesh se mund të ecësh vërtet përpara. Mund të kënaqesh plotësisht duke ndarë bindjet dhe idetë me miqt dhe rrjetet. Dita e sotme mund të jetë shumë e fortë për aventura dhe lojra. Nëse dëshiron të lësh një përshtypje të mirë ose të organizosh një ngjarje shoqërore, është një kohë e shkëlqyer për ta bërë këtë. Tranzitet e sotme të frymëzojnë të ëndërrosh dhe të imagjinosh mundësi të mrekullueshme.
Kërkon ndryshime freskuese të peizazhit ose aktivitete që nxisin freskimin emocional për rezultatet më të mira tani. Misit mund të zhvillohen, ose mund të lidhesh me njerëz dhe ide interesante dhe mund të ndihesh veçanërisht i tërhequr nga një kauz që do të thotë diçka për ty. Virgjëresha. Tranzitet e sotme nxisin imagjinatën dhe frymëzojnë besimin tënd, virgjëresh e dashur, dhe mund të ripërtërinë motivimin tënd për të ecur përpara me planet e tua. Kërkimi dhe zhvillimi janë shumë të favorizuara tani. Ti tenton të shkëlqesh edhe si udhëheqës dhe duket se ke mbështetjen e të tjerëve për shumicën, nëse jo të gjitha, qëllimet e tua. Ndërsa merr në konsiderat anën më imagjinative ose shpirtërore të qëllimeve afatgjata, projekteve të karrierës ose rrugës tënde të karrierës në përgjithësi, merr një ndjenjë më të ekuilibruar dhe të plotë. Mund të ketë shumë kënaqësi në ndjenjat e përkushtimit që përjeton tani dhe një angazhim më të fortë për të punuar mbi çdo vështirësi që mund të dalë përpara. Parandjenjat e tua janë në shenjë tani. Të tjerët mund të jenë mjaft të intriguar nga ty dhe të tërhequr natyrshëm nga ty, veçanërisht në një nivel profesional. Intuita është e fortë për të kuptuar se çfarë i duhet publikut dhe për të parashikuar trendet e ardhshme, gjë që të ndihmon të bësh plane më të mira. Kanalet për vetëshprehje hapen me besim të shtuar. Mund të dëgjosh gjithashtu për dikë që ka thënë një fjalë të mirë për ty. Kthesa interesante në karrierën tënde janë të mundshme tani. Peshorja. Me Saturnin, Neptunin dhe Kironin në shenjën tuaj të kundërt, peshorja e dashur, marrëdhëniet kokë më kokë janë ndonjëherë të ndërlikuara, por plot mundësi për të rritur. Ndonjëherë po i shihni të tjerët e rëndësishëm në mënyrë të paqartë. Sot, dëmshuria juaj për të tjerët është edhe më e fortë dhe mund të keni mundësinë të mbështesni dikë që ka nevojë për ndihmën tuaj, qoftë mendërisht, fizikisht apo shpirtërisht. Ka të ngjarë të merrni përgjigje të favorshme dhe pozitive për idetë ose planet tuaja. Kjo është gjithashtu një kohë për të ndërtuar besim dhe entuziazëm për ide të reja. Mund të keni një lloj përparimi në një nivel intelektual ose në lidhje me një besim. Opinionet mund të ndryshojnë papritur si rezultat dhe kështu mund të ndryshojnë edhe interesat, të cilat mund të jenë diçka për t'u parë tani. Kushtojini vëmendje ideve dhe njohurive ndërsa ato vijnë, pasi ato mund të jenë mjaft frymëzuese. Diçka që mësoni ose një bisedë rreth një çështjeje filozofike ose teknike mund të jetë motivuese. Durimi dhe një ndjenjë lidhjeje me të tjerët mund të jenë në fokus. Diçka shpirtërore, romantike ose ndryshe frymëzuese mund t'ju ngrejë moralin dhe të përmirësojë pikpamjen tuaj. Të ndjeheni në të njëjtën faqe me dikë ose të ndiheni të kuptuar mund të ketë të njëjtin efekt. Mund të ndiheni të ripërtërirë nga një perspektivë e re në jetën tuaj sot. Akrepi. Tranzitet e sotme sjellin talent krijues dhe një prekje të këndshme imagjinate në ditë, i dashur akrep. Ato gjithashtu ju ndihmojnë të shkoni me rrjedhën në vend që të nxitoni ose shtyni gjërat. Mund të ketë ndjesi intuitive që ju çojnë në informacionin e duhur dhe mënyra krijuese për të përmirësuar punën ose shëndetin tuaj. Mbështetja e të tjerëve ose përpjekjet për vetë përmirësim mund të jenë jashtëzakonisht të dobishme tani. Njohurit në punën, shëndetin dhe ndoshta një marrëdhënie intime mund të jenë të dukshme dhe të bien në sy sot. Ndikimet e sotme nxjerrin në pa vlerën e intuitës suaj dhe vendosja e besimit tuaj te një person që ju intereson dhe te vetja juaj gjithashtu mund të jetë pikërisht ajo që ju nevojitet sot. Imagjinata juaj është në kulmin e saj. Ju jeni veçanërisht të hapur ndaj ndryshimeve dhe lëvizjeve delikate, si dhe ndaj cikleve dhe lidhjeve. Burimet e pashfrytëzuara ose të fshehura mund të jenë tuajat për t'u zbuluar. Një fitim i vogël i papritur ose mbështetje që vjen nga të tjerët mund të jetë pjesë e pamjes. Është një kohë e mirë për të bërë plane për të përfituar sa më shumë nga projektet dhe programet tuaja të punës ose shëndetit. Shigjetari. Tranzitet e sotme ndërtojnë besimin tuaj se gjërat do të zhvillohen ashtu siç duhet, i dashur shigjetar, dhe kjo mund t'ju ndihmojë të relaksoheni dhe të hapni zemrën tuaj. Mund të ketë më shumë mirëkuptim dhe pranim në një marrëdhënie tani. Lidhja me të tjerët mund të çojë në mundësi tërheqëse dhe përpjekjet krijuese janë veçanërisht të suksesshme. Kjo është një kohë e mirë për të injektuar pak teka dhe imagjinat, dhe ndoshta dhe mshuri në një marrëdhënie, si dhe për të tërhequr të tjerët drejt jush. Ndërsa kjo është një kohë e mirë për të shijuar ndjekjet artistike dhe krijuese si vëzhgues, është edhe më mirë për të marrë pjesë, për të bërë, për të krijuar dhe për ta kthyer imagjinatën në realitet. Lëvizja krijuese mund të jetë shëruese dhe kështu mund të jetë edhe krijimi i lidhjeve ose shtrirja e dorës me dhëmshuri.
Ju jeni më shumë të dhënë me kohën dhe energjinë tuaj. Bricjapi. Kjo është një ditë e fortë për të sjellë një dozë të fortë intuite në punët tuaja praktike, i dashur bricjap. Megjithatë, është koha të ngadalsoni mjaftueshëm gjatë për të menduar për ngjarjet e fundit dhe ndjenjat tuaja. Nëse keni punuar shumë ose keni përjetuar ndryshime të shpejta në jetën tuaj, kjo është një kohë për më shumë relaksim dhe pushim. Asimilohuni, shkputuni dhe përpunoni. Mund të keni ndjenja romantike për të kaluarën tani dhe një aktivitet filantropik ose krijues mund të jetë veçanërisht i dobishëm për të nxjerrë në pa anën tuaj më të butë dhe kontemplative. Njohuritë intuitive në shëndet ose projektet e fundit të punës mund të jenë të dobishme dhe të sakta. Ka një fokus të fortë në punë, shëndet dhe rutina këto ditë dhe sot mund të ndiheni mjaft të frymëzuar. Mund të sillni më shumë imagjinat, kreativitet dhe bujari në punën që bëni ose shërbimet që ofroni. Motivimi juaj për të bërë diçka kuptim plotë është shumë i fortë. Përkushtimi juaj ndaj të tjerëve, familjes, një programi shëndetësor ose punës suaj mund të ndihet veçanërisht i fortë dhe t'ju rrisë humorin. Jeta juaj personale ose private është e pasur në këtë kohë. Ujori. Tranzitet e sotme ju inkurajojnë të relaksoheni, të pranoni dhe të përpunoni, të dashur ujor, dhe kjo mund të jetë freskuese. Ato gjithashtu mund t'ju frymëzojnë të shpreheni me ngrohtësi. Në fakt, mund të përcjellni mesazhin tuaj në mënyrë shumë krijuese, ose mund të gjeneroni mjaft interes në punën, mendjen ose projektet tuaja. Reagimet janë të mira. Mund të përfitoni nga gojëdhënat dhe mund të jeni veçanërisht të suksesshëm në punën promovuese ose të marketingut. Jo vetëm që po e keni më të lehtë të hyni në imagjinatën tuaj këto ditë, por jeni edhe më të guximshëm për ta shprehur atë me të tjerët. Mund të ndani gradualisht gjithnjë e më shumë anën tuaj krijuese me botën dhe, ndërsa e bëni këtë, po ndërtoni vetbesimin tuaj. Kjo është një kohë frymëzimi krijues ose emocional dhe mund të jeni mjaft të magjepsur nga një temë ose projekt dhe të lumtur për interesat, hobit, argëtimet dhe argëtimin tuaj personal. Peshqit. Tranzitet e sotme mbështesin besimin dhe vizionin tuaj, të dashur peshq, duke e bërë të natyrshme relaksimin dhe të ecni me rrjedhën. Kjo mund të jetë një kohë e shkëlqyer për të përqendruar në aktivitete që prodhojnë shpërblime jo materiale. Megjithatë, mund të jetë gjithashtu një ditë e shkëlqyer për të shfrytëzuar intuitën tuaj dhe për të gjetur zgjidhje që përfitojnë financat, familjen, jetën në shtëpi dhe ndjenjën e sigurisë. Zgjidhja e problemeve është përmirësuar, veçanërisht në lidhje me çështjet financiare, shtëpiake dhe praktike ose mekanike. Ndarja e ideve ose planeve me familjen mund të jetë veçanërisht e dobishme tani. Keni mundësi delikate, por të rëndësishme për të përmirësuar përvojat tuaja familjare dhe për të gjetur paqe me të kaluarën tuaj. Parat ose burimet për përmirësimin e jetës familjare ose për shtëpinë mund të jenë të disponueshme tani. Mund të zbuloni se një qasje të ecësh me rrjedhën ndaj ditës ndihmon në uljen e stresit të kohëve të fundit, dhe se argëtimi ose aktivitetet më të gjalla që angazhojnë imagjinatën tuaj janë tërheqëse tani dhe të dobishme. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.